vijon të merret me sporte të rënda, siç janë debatet. Siç janë debatet. Sporte shumë të rënda për hir të zvërtetës sa i takon edhe reagimit publik që mund të marrësh. Më të rënda se peshngritja kam përshtypjen. Nuk e di, fjalëve të këqija apo ofendimeve apo edhe mbështetjeve nga ana tjetër. Po fjala është më e rëndë se plumbi. Kocka ska dhe kocka thyen. Në fakt, fjala është më rëndë. Ne po flisnim diçka në pjesën e parë të emisionit për marksizmin kulturor, në lidhje me fenomenet në të cilat po përpiqet që të futet Shqipëria. Dhe ti më the mua muzeun, edhe kur më the muzeun, mua më kujtua që ishte bërë një instalacion tek muzeu ku ajo gruaja ishte pa flok. Që të jemi korrekt, artistja ka thënë kjo është bërë për të simbolizuar luftën për kancerin e gjirit. Pra ky ka qenë shpjegimi që ka dhënë artistja që e ka realizuar. Po ka pasur patjetër edhe shumë skepticizëm, edhe shumë këndvështrime të tjera. Kujtojmë edhe ligjin për barazinë gjinore, shumë aktiv aty, gati sulmuar nga shumë. Është një nga personazhet që ka tërhequr opinionin publik në këtë diskutim sa i takon kundërshtimit të ligjit barazisë gjinore. Unë pastor do të thoja që në fakt marksizmi siç e kemi njohur ne këtu në Shqipëri, marksizmi sovjetik po them, dhe marksizmi kulturor që vjen nga perëndimi përmes wokizmit në perceptimin tim dhe me aq sa unë di, shpresoj që sigurisht nuk di gjithçka patjetër, nuk është se ka ndonjë lidhje, po them, ndonjë lidhje shkak pasojë ose ndonjë lidhje pra që nga kjo ideologji politike del kjo tjetra, si e prejardhur. Janë dy gjëra shumë të ndryshme. Për mua ky që quhet marksizëm kulturor në fakt është një ekstrem i liberalizmit të nisur që në revolucionin francez me liritë dhe të drejtat e njeriut. Nuk ka lidhje me atë marksizmin që kërkon, po themi, që punëtorët të përvetsojnë mjetet e prodhimit dhe të bëjnë rishpërndarjen ekonomike. Jam krejt dakord me ty, sepse edhe prandaj të thash në fillim. Por për këtë arsye ky dyti quhet marksizëm kulturor. Pra ideologjia synon të sendërtoj nga e para kulturën, traditën, atë që ne njohim si traditë, duke hyrë brenda kodit gjenetik. Ke parasysh ato zbukurimet e bulevardit Tiranë për këto krishtinë që s'kan lidhje fare me Krishtinën, s'kan lidhje me pemën, s'kan lidhje me grazhdin, s'kan lidhje fare me Krishtin, s'kan lidhje me dhuratat e Krishtlindjes, por është kodi gjenetik me ato 6 ngjyra që kanë vendosur këta, që është një rikthim tek pikërisht ky perceptimi i marksizmit kulturor. Çfarë është marksizmi kulturor në dallim nga ideologjia marksiste e asaj që ne njohim ne si periudhë komuniste në Shqipëri. Konvergimi, pika e takimit mes ideologjisë marksizmit nga komunizmi dhe ideologjisë së marksizmit kulturor është pikërisht censura, shtypja, cancel culture, anullimi kulturor që lidhet me ligjet e reja të cilat këta duan t'i kalojnë në parlamentet e vendeve të ndryshme për të bërë ekspansionin e vlerave të tyre që në këndvështrimin e traditës, kulturës dhe fesë janë anti-vlera, pra është fjala për një kundër kulturë e cila vjen brenda një kulture tradicionale se një trup i huaj, unë kam quajtur kancer për vërtetës, kanë gjallë debat mes eksponentëve të grupeve LGBT, pse unë kam quajtur kancer, e kam quajtur kancer për të dhënë përkufizimin më të mirë në raport me idenë e një trupi të huaj që nuk është trupi ynë kombëtar, trup që lidhet me kulturën, traditën, lirinë, fen, mënyrën se ne e shohim familjen, martesën, familjen, përgjegjësinë prindërore për të kujdesur për fëmijët. Tani pse quaj trup të huaj? Sepse ose imperializëm kulturor, ose kolonializëm kulturor, sepse është fjala për një projekt që në thelb është projekti i lashtë i Marksit për ndërtimin e njeriut që ai e presupozoi do ishte njeriu i ri. Një nga sloganet e periudhës komunizmit ishte të ndërtojmë njeriun e ri sipas ideologjisë komuniste. Ndërtimi i njeriut të ri. Ky ishte leitmotivi, ky ishte thelbi i përmasave filozofike të Marksit. Nuk ka shoqëri tre pa ndërtimin e njeriut të ri. Tani si na vjen nëpërmjet marksizmit kulturor dhe wokizmit ndërtimi i njeriu të ri. Ky njeriu i ri tani, të cilin këta presupozojnë që ka njeriun e lirë,
është njeriu pa gjini. Ose me gjini të shumë fisht të ndërthurur në gjithë diversitetin e tyre. Tani unë sapo citova, një nga fjalit e neneve kryesore të ligjit. Gjinia e shumë fisht e ndërthurur në gjithë diversitetin e saj. Ose njeriu me gjini të shumë fisht të ndërthurur në gjithë diversitetin dhe shprehjet e saj, ose njeriu pa gjini fare. Njeriu i cili do të gjendet përballë tualeteve neutrale, jo më tualet mashkull femër, por edhe tualete neutrale kur nëse dikush është mashkull biologjik bashkull dhe gjenitalet e tij nuk i ka ndryshuar përmes ndryrave kirurgjikale, po vetë deklarohet si transgjinore femër, transgjinore më falni grua. Pra ka jo pak burra në Amerikë që vetë deklarohen si transgjinor gra, organet e tyre janë prap organe gjinitale meshkujsh, për shkak se kanë bërë një shkelje diku, kanë shkel ligjin për një gjë tjetër. Siç mund ta shkelin dhe heteroseksuale për të vërtetës. Vetëm se kanë bërë këtë vetë deklarim, ja quajnë veten transgjinor gra, ligji i ndryshuar në këto shtete të caktuara i çon në burgjet e grave. Okej. Dhe në këto burgje grash ka pas jo pak raste që gratë kanë ngel shtatë zanë. Si rrjedhoi marrëdhënieve intime me këta burra të maskuara nën vetë deklarimin jam transgjinor grua dhe kanë shku tek burgjet e grave. Tani kemi BBC-a del me një artikull interesant përpara disa muajsh. Në artikull ishin rreth 68 gjini të ndryshme. Diçka të 70 gjini, po. Është dëgjuar gjithandej kjo. 4 muaj më vonë, ndërkohë që ne po trajtonim çështjen e ligjit, janë 72 gjini të ndryshme. Pra, kur është historia kjo, domethënë pyetjet që unë i kam drejtuar edhe në emisionin Opinion apo në emisione të tjera, eksponentëve që mbrojnë agendën woke, marksizmin kulturor, ekspansionin LGBT në vendin tonë, pyetja ime bazë ka qenë kjo. Më thoni ju lutem sa gjini ekzistojnë. Dhe askush nuk më ka dhënë dot përgjigje se sa e gjini ekzistojnë. E para, e dyta, ne nuk kemi problem me ata që e kanë me veten. Problemi që un kam është me ata që e kanë me fëmijët tan. Pra, nuk trajtohet çështja e lirisë si nocion. Çdo njeri është thirrur të veprojë në përputhje me bindjet, vullnetin, orientimin, dëshirat, emocionet, për aq kohë sa liria e tij nuk prek lirinë e tjetrit, po. Ju lutem mos më sillni shtratin tuaj në debat, i them personave, mbi tryezën time kur un jam me familjarët e mi në shtëpi. Nuk jam interesuar se si dhe me sa persona një person dëshiron të fletë dhe të kalojë natën e vet. Nuk është ky problemi im, apo problemi i koalicionit shqiptar për familjes dhe jetës që unë përfaqësoj. Shpesh në debate televizive apo në radio. Problemi im është tek fëmijët. Ideologjizimi gjinor, që është një nen i veçantë brenda ligjit për barazinë gjinore, që i bëhet fëmijëve tan ndërhyrje kirurgjikale tek të gjithë kurrikulat shkollore nga sistemi parauniversitar, nga viti 3 në gjimnaz deri tek fëmijët 3 vjeçar në kopësht. Çfarë ka ndodhur me Kanadan dhe me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pas jo pak raste ku këto grupe LGBT kanë shkuar në shkolla apo në kopshte dhe i kanë thënë djemve, mbase jeni djem të burgosur në trupat e gabuar. Mbase jeni vajza të burgosura në trupat e djemve. Mbase keni lind trupin e gabuar. Tani unë si bab nuk do lejoja kërkënd që të përpiqej të vishte fustan djalit tim. Ka që thjesht është historia. Pra, unë nuk do të lejoja askënd që të seksualizonte fëmijët tim, fëmijë 5 vjeçar, 6 vjeçar, 7 vjeçar, që mund të kenë vështirësi të dallojnë ngjyrën portokalli nga e verdha, ngjyrën jeshile nga bluja, duhet të zgjedhin me vet deklarim në perëndim tani gjinin e tyre, sepse gjinia në thelb, sipas marksizmit kulturor dhe wokizmit, nuk është një gjini binare që lidhet me esencën natyrore që ne na është dhënë nga Zoti apo nga natyra. Siç ne dim, mashkull femër, binariteti gjinor. Gjinia shihet nga grupet LGBT dhe marksizmi kulturor, wokizmi si konstrukt social, që do të thotë. Që do të thotë. Në fakt, seksi a nuk është tjetër gjë? A nuk është një konstrukt social gjinia? Në sens gjinia. Ky është një nga diskutimet më të mëdha që ne ndoshta seksi është ai me cilin ne lindim, femër mashkull, dhe pastaj gjinia është çështje tjetër dhe ku lind diskutimi. Ne themi që seksi dhe gjinia janë e njëjta gjë. Sepse nëse nuk do të ishin e njëjta gjë,
atëherë do të kishim një problem të madh. Unë mund ta vetë deklaroj tani sipas këtij ligjit këtu. Mund ta vetë deklaroj veten këtu në emision me ju. Unë jam një lesbike rome që kam ardhur të bëj bisedë me ju dhe nëse ju nuk më drejtoheni mua me përemrat që unë kam përzgjedhur ta vetë deklaroj veten, atëherë ju konsumoni gjuhë me ndjeshmëri gjinore dhe ke një nënt veçantë brenda këtij projekti, këtij ligji. Neni i gjuhës me ndjeshmëri gjinore. Pra, nëse ju nuk më drejtoni mua, ata ose ato ose kur i gjon se çfarë, atëherë kemi problem. Ka vërtet një shikoj. Unë mendoj që ka vërtet një problem në mënyrën se si ky ligj ka ardhur, edhe po themi në ashpërsinë e disa neneve të tij. Por nga ana tjetër, unë mendoj gjithashtu që është shumë e nevojshme që ne të shtrojmë këtë diskutimin mbi evoluimin e normave shoqërore. Pra gjërat nuk mund të ngelen përgjithmonë njësoj. Edhe vetë shteti laik në fillimet e veta, mbas revolucionit francez apo përpara, nëse ka pasur, ka funksionuar përmes imponimit të disa ideve kryesore. A kupton? Siç mund të ketë qenë. Kuptoj fare mirë, dhe më pëlqen shumë që po drejton bisedën në këtë drejtim sepse Pra, unë kuptoj që disa gjëra mund të jenë. Unë kuptoj që disa gjëra mund të jenë shumë të parakoshme, shumë të nxituara. Edhe ne jemi pak forcërisht. Dëgjova të fundit fare, dëgjova para 2 ditësh. New York Times kishte nxjerr një artikull që unë e pash, hyra brenda dhe e lexova. Me qëra fjala është media majta, nuk është konservatore New York Times. Është liberale, po, është media liberale. Dalim me të artikullin dhe thonë një person i vetë shpallur si drenush. Kaproll kemi fjalën shqip, Kaproll, po. Po, ky e kishte vetë Sorkadhe. Po. E kishte vetë identifikuar veten si Sorkadhe. Dhe kishte vetë disa. Po ka jo pak 4 putrak, e ke parasysh qenusha, mace. Po, unë shoh shpesh video të si dhe i gjori njëri, kishte vesh kostumin e Sorkadhes, edhe kishte dalë në pyll. Në vendin më të gabuar për çku. Se hëmi ujku. Por kishin qenë 2 gjyqtar, kishin qenë se ti nuk e ke lexuar këtë? Jo, nuk e. Është bukur, ja do gjej një foto të ta tregoj me foto. Kishin qenë 2 gjyqtar amerikan, nga këta tipa që dalin me kështu me AK-54, e ke parasysh me kallash. Po. Dhe këta shkojnë për gjyqti. Dhe këta shikojnë pyll Sorkadhe, nuk kupton? Mirë, po ky ishte njëri i vetë deklaruar si Sorkadhe. Tashi kjo më bën mua një person racional ta vetë deklaroj veten si Sorkadhe. Absolutisht jo. Po ta një sekondë tash. Po ta vetë deklaroj veten si lesbike, më bën racional apo jo? Ti do thosh ke të drejtë ta deklarosh veten si dush. Sepse po flisim për një lloj evoluimi, tash kjo është evoluim. Po besoj që të bën racional ta deklarosh veten si lesbike sepse përfshihet brenda po themi diapazonit të cilësive të njeriu. Njeriu mund të jetë lesbike, mund të jetë gay, mund të jetë kaproll pra. Po jo pra se kaproll është mace. Kaproll dhe mace është kategori tjetër në klasifikën e kafshëve. Po jo më nuk është fare sepse ke kategori të pafundme brenda 72 gjinive apo gjinive të tjera të shumë fishta në të gjithë diversitetin e tyre. Ja, të ta tregoj e gon. Ja ku është reale kjo. Dhe domethënë ata quajtën për ta vrarë se po vrisin kaprollin. Ndërkohë që kur shkojnë aty, e shikojnë që ishte një njerëz brenda kostumit kaprollit që shifte veten si kaproll. Tash, e diti që në Itali ka burra që vetë shpallen gra me vetë deklarim. Ke parasysh? Me vetë deklarim, shpallen gra dhe s'ke çaj bë. Dhe shkojnë për të marrë pensionin e parakoshëm të gruas. Burrat nëse dalin 65 vjeç në pension, ose 67 vjeç. Tani, un kam një shqetësim tjetër. Konstatimet e tua i konsideroj të drejta, po mos janë themi rasti më ekstrem i konstatimeve pra. Nuk është ndonjë genialitet të konstatojë unë faktet konkrete dhe reale që ne kemi në botën tonë të përditshme. Por mos ligji merret edhe me gjëra të cilat janë më pranë shqetësimeve tona se sa, sepse këto ne jemi përqendruar vetëm tek kjo pikë. Unë nuk besoj që do dalin shqiptarët masivisht do deklarojnë kaproj. A di se si është çështja? Jo, po nëse kemi njërin, a na intereson që ta ndihmojmë? Patjetër. Ta ndihmojmë si. Po për shembull rasti ta kurojmë, ta mjekojmë. Po patjetër. Ta mjekojmë. Po patjetër, po ke rastin e grave të punës pa paguar. Pra kjo është një gjë që na shqetëson më shumë nëse rasti njerëzve që deklarojnë kaproj. Unë për çështjen e grave të punës së pa paguar ke dhe burra të cilët punojnë dhe nuk u pagohen orët e tyre shtesë. Pse nuk flet njëri për këtë burrën? Meqë e hapet si temë, edhe më e përgjigjen. Nuk e di pse. Se gratë kanë qenë
Pse flitet edhe në për gratë? Nuk kam asnjë lloj problemi me gra, un kam moto, kam vajzë, kam bashortë, domethënë komuniteti kishtar përbëhet nga gra dhe burra, vajza dhe djem. Pra, pse nuk flet njëri për burrat? Se ndoshta të drejtat e grave kanë qenë barazi për gra dhe për burrat. Ju mendoni që barazia gjinore, pra kjo kërkesa për barazi gjinore? Nuk ekziston barazia si koncept as filozofik, as në dimensionin e gjinive. A janë gra duke I cënuar burrat aktualisht në këtë moment? Barazia ekziston si nocion ligjor, ku të gjithë qytetarët jenë të barabartë. Po jo gjinore, po thoni ju. Dhe ky nocion ligjor kushtetues është I mjaftueshëm dhe pik. Nuk ka barazi mes burrit dhe gruas. Jemi dy të ndryshëm, qenë krejt ndryshme. Madje nuk mund të ketë barazi mes dy grave. Sikur nuk ka barazi mes dy burrave. Pse? Se jemi njerëz me thirrje të ndryshme, vokacion të ndryshëm, përqasje të ndryshme, talente të ndryshme, talentet e mia. Por ka barazi në të drejta dhe që prevalojnë në një aspekt, nuk mund të vënë në hije talentet e dikujt tjetër që është burr, që prevalojnë në një aspekt tjetër. Pra, jemi të ndryshëm nga njëri tjetri. Nuk jemi të barabartë mes nesh, por ligji përballë ligjit. Jemi të barabartë. Përballë një ligji I cili është bërë historikisht nga burrat. Po flem historikisht, nuk po flem aktualisht. Pra është një ligj I shndruar dhe I përbrendsuar në traditë në këtë sens, pra edhe në të pavetdijshme. Pra unë mendoj që kur ti thua ndjes, domethënë po thjesht për hir të argumentit, kur ti thua që s'ka barazi mes burrave dhe grave, nuk është se ti s'ka barazi në dimensionin gjinor dhe të seksualitetit. Nuk është se ti po jep një gjykim nisur nga një rast konkret, po tek ty është përbrendsuar. Po nuk jemi të barabartë në mënyrë tradicionale. Sekond. Unë dhe gruaja ime nuk jemi të barabartë dhe s'kemi pse të jemi të barabartë dhe s'kemi pse të kërkojmë barazi. Sepse punët janë ndara. Nëse ngatrojmë punët dhe detyrat, nuk do mrrim dot në destinacion. Është kaq e thjeshtë. Edhe në një fabrikë, edhe në një kompani, edhe në studion tuaj, edhe skripti që juve keni aty, pak a shumë keni ndarë gjëra se si do të komunikoni me mua ose si do të ndërtohet biseda. Po pse atëherë ne kemi kërkuar demokratizime dhe barazi pranë një shoqëri të lirë dhe demokratike? Përballë ligjit, burri dhe gruaja do të jenë të barabartë. Dhe unë nuk di në dijenin time që ligji shqiptar, ligji punës, I paguan më pak orën një gruaje nga një burr. Absolutisht jo. Ligji gratë I ekuivalenton me burrat në të gjithë dimensionin ligjor. Kodi familjes, kodi punës, kodi civil, kodi penal, të gjitha kodet që janë akte nënligjore, që janë akte nënligjore, po themi, janë kodet që janë atje për të mirë organizuar jetën tonë në shumësinë e saj. Përballë tyre, gruaja dhe burri ishte barabartë. Më thujti më në kodin e punës, a ka një nen të caktuar që orën e punës së gruas se paguan më pak se sa orën e burrit? Jo, po realiteti duket sikur flet ndryshe. Pra, realiteti, një grua ka shumë më të vështirë të shkojë në një pozicion drejtues se sa një burr. Po sepse është grua, jo për shkak se është grua në sensin e pabarabartë me burrin, por për shkak se mbase karakteristikat e saj mbi këtë profil pune për hir të vërtetë. Tash më që u hap temën. Se shumë interesante kjo. Edhe diferenca në pagë për të njëjtën punë. Dhe këtë nuk e kam timen. Këtë e thot Jordan Peterson, një nga psikologët më të mëdhenj që kemi aktualisht sot që është gjallë. Ai thot, nga natyra e krijimit jemi ndryshe nga njëri tjetri. Që do thot? Patjetër, nuk kemi të njëjtën forcë fizike. Burrat janë më shumë të jo vetëm për forcën fizike, por edhe interesat nuk I bashkëndajmë një lloj. Për shembull, burri është më interesuar për gjëra, për things, për pajisje, për gjëra, për teknologji, për ndërtim, për ose një grua sheh më mirë një serial dhe burri sheh futboll. Gruaja nga natyra është shumë e interesuar tek marrëdhëniet njerëzore, tek njerëzit. Për shembull, shikoj marrëdhënien time me bashkëshorten time. Unë jam më task oriented, pra jam shumë tepër I fokusuar tek objektivat, fokusi im është puna, fokusi im janë arritjet. Kurse bashkëshortja ime është shumë e orientuar në marrëdhëniet personale dhe ndërpersonale me njerëz. Tani, për këtë arsye thot Jordan Peterson, ke më shumë burra inxhinier se sa gra. Ke më shumë burra ndërtues se sa gra. Ke më shumë gra infermiere se sa burra. Ndoshta është edhe një. Pra unë po ja shpjegoj. Kjo, domethënë këtij shpjegimit Petersonit I mungon konteksti historik tërësisht. A ka më pak mësues burra se sa gra? Po, jo, domethënë në sistemin e edukimit parashkollor dhe në sistemin e edukimit nëntëvjeçar? Po. A ka më pak burra se sa gra në sistemin shëndetësor tek
departamenti i ndihmës mjekëve tek infermierët? Absolutisht ka. Pse? I mungon ai kemi veshur nga natyra, gruaja është më e prirur të ndërtojë marrëdhënie njerëzore dhe është zotëri është ndjesia e mëmësisë. Është tmerrshme, ky është argumenti i tmerrshëm. Ndjesia e mëmësisë te gruaja më e fortë se te burri. Ky argumenti i Petersonit është i tmerrshëm. Atëherë ky është argumenti. I mungon konteksti historik. E di çfarë do të thotë? Një sekond. Një sekond ta përmendoj logjikën këtu. Mendon që një burr mund ta ushqejë me gjë, një bebe, një foshnjë? Jo, mos sigurisht, po s'ka lidhje. Po ka lidhje patjetër më burri thotë. Si s'pas ka lidhje? Një nën që është thirrur të jetë, një grua që është thirrur të jetë nën, e ka në ADN-n e saj dimensionin e kujdesit, ajo ushqej me gjakun e vet dhe me shpirtin e saj fëmijën. Babai është thirrur që të luftojë, të bëjë betejat, është thirrur që të punojë, të rro patën nga mjesi deri në darkë, është thirrur që të jetë mbrojtës, rojtari, gardiani i moralit, i vlerave, të traditës, betejat kryesore që ka familja përballet ky babai, ky burri, që është thirrur të mbrojë edhe dinjitetin e gruas vet, dhe dinjitetin e fëmijëve të vet. Pse s'flisin për këta burra aty që ndërtojnë ura? E ke edhe tek kënga më burri vet. Ndërtojnë ura, ndërtojnë pallate, por në fundit është bota e tyre, por çfarë thot kënga? It's a man's world. It's a man's world, por do të ishte nothing, do të ishte asgjë without a woman or a girl. Pa një grua, pa një vajzë. E tham? Është argument i tmerrshëm. Ka një e di çfarë do të thënë kjo, që ta them, jo, meqense Vem, po s'ka problem. Jemi okay. E di çfarë do të thënë kjo. E para po shprehim lirin tonë. E para punës njerë esencializmi i shprehur nga Petersoni në këtë, në mënyrë kaq brutale, nuk dallon asgjë nga esencializmi politik që pastaj përfundon në kampe për qendrimi naziste. Pra që evidenton një cilësi esenciale mbi të cilën ti pastaj ke të drejtën të gjykosh në kategori të caktuar. U vran burra dhe gra. Fëmijë mbi bazën e një cilësie që mund të ishte një përkatësi. Mbi bazën e një cilësie e cila u bë esenciale. Petersoni nuk tha asgjë përveç se hulumtimi i tij si psikolog i natyrës njerëzore, pra hulumtimi i natyrës njerëzore që ai bën si psikolog njeriu, ne jemi të dallueshëm nga njëri tjetri. Je dakord apo? Patjetër që jemi të dallueshëm, po nuk jemi të dallueshëm në masën që kjo të ndërtoi, po themi stereotipe ose cilësi esenciale. Unë po them këtë, janë dinamike. Një burr nuk mund të jetë një grua. Dhe një baba nuk mund të jetë një grua. Argumenti dëgjoj se nuk do të dëgjosh në një vend tjetër këtë mbase është era fundi që dëgjon pa u dekretuar ligji në fletorën zyrtare. Është dekretuar më duket, apo kalojnë qetësi po. Një baba është një burr. Këtë e thotë dhe Orbani. Këtë e thotë dhe Trumpi. Jo se e kanë shpikur ata, po kjo është natyra njerëzore dhe kjo është konservatorizëm, kjo është traditë. Një baba është një burr, nuk mund të jetë grua. A kemi raste kur një burr vdes dhe lë vejushën e tij të re apo në një moshë saktuar vetëm dhe kësaj vejushe i duhet bëhet dhe burr dhe grua të plotësojë të dy rolet vetëm për të dhënë mbrojtje fëmijës? Absolutisht që po. Patjetër që po. Por një baba është një burr. Një baba nuk mund të lindë fëmijë. Një grua mund të lindë fëmijë sepse ka uterus, është e pajisur nga natyra, nga Zoti. Patjetër, po nga kjo që është dimension biologjik, dhe dimensioni kulturor ka shumë hapa në mes. Tani zbresim këtë dimensioni kulturor. Unë doja të thoja vetëm këtë. Zbresim këtë dimensioni kulturor. Argumenti të esencialist të Petersonit i mungon historia. Dhe shkurtimisht, historinë ta thashë nga fillimi deri në fund. Shkurtimisht që në agimin e parë në Eden, Adami dhe Eva ishin të pajisur që të mos ngatërronin rolet me njëri tjetrin, që do thot burri dhe gruaja mund të krijojnë martesën dhe familjen. Gruaja lind fëmijë, nuk i lind burri fëmijën. Dakord, po më lër që ta mbaroj argumentin për të thënë pse i mungon aspekti historik. Mund të sjellim për shembull rastin një gjë që neve na prek shumë, ne shqiptarëve si popullsi, që është stereotipizimi deri diku i ne shqiptarëve jashtë në disa rrethe politike me njerëz që thyejnë ligjin, po themi, e kupton, me njerëz që janë delinkuent. Dhe mbi bazën e këtij stereotipizimi ti mund të ndërtosh apo ata pa ju futur dimensionit të shkaqeve historike, sepse është situata e tillë, mund të ndërtosh esencialisht shqiptarin, që të thuash antropologjikisht dhe kulturalisht shqiptari është delinkuent, është kriminal, është mafioz. Ka mobilidhjen me marksizmin kulturor?
Për këtë që thash, sepse i mungon shkaqet historike, sepse ka ardhur një situatë e tillë. Pra, kur ti nuk analizon shkaqet historike, sepse disa shqiptar apo shumë shqiptar pra kategorizohen si delinkuent, për të njëjtën arsye ti nuk analizon shkaqet historike sepse është ndërtuar një hierarki e tillë e vlerave midis burrit dhe gruas. Jemi dakord, për këtë jam duke thënë. Kjo që neve po themi tani këtu, në sensin e marksizmit kulturor, është krejt e kundërt asaj e kësaj narrative që po sjellni ju, sepse në qoftë se kjo që ju thoni me shqiptarët është e vërtet, apo jo, stereotipizimi i shqiptarëve në vende të caktuara? Po. Esencializimi. Dakor, pra. Po. Kjo që neve po themi tani në raport me idenë e dallimit të roleve mbi bazë të seksit dhe gjinis që në traditë është e njëjta gjë, seks baraz gjini, është diçka krejt tjetër. Ne nuk po stereotipizojmë gruan se ushqen me gjithë fëmijën. Unë po i them, atë është duke bërë. Unë po i them këtë. Atë është duke bërë. Ai po thotë, pra, gruaja s'bën dot këtë gjë për shkak të këtyre tipareve biologjike. Jo, e ke gabim. Ka raste për shtimore sa dush. Gruaja ime është inxhiniere. Bashortja ime ja urdhro. Po sa inxhiniere ke në një klasë? Një sekond. Në një klasë me 25 student, vetëm 3 ishin vajza që dolën inxhiniere. 22 të tjerët ishin djem inxhinier. Në një klasë me 25 mjek në potencë, pra student mjekësisë, mund të jenë 3 student mjek meshkuj që studiojnë për të bërë mjek, 22 ke student e femra vajza.